Gjesti dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre rritet nga momenti në moment. Gjesti, me ton ironik dhe të ashpër, i drejtohet Gertës, duke akuzuar se ajo nuk ka guxim të marrë vendime dhe se është gjithmonë e pavendosur në lojën e saj. Ti s'ke guxim për asgjë, Gerta. As në vendimet e tua, as në debatet e tua. Edhe atë kutinë e Pandorës që e hape me frikë, sikur dikush të detyronte. I thot ai, duke e parë drejt në sy me një shikim sfidues. Gerta, e prekur nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe reagon menjëherë. Kush je ti që të më japësh leksione për guxim? Ti që vetëm fshihesh pas lojës tënde dhe manipulon njerëzit rreth teje. Unë të paktën nuk bëj lojë të pisë si ty. Ja kthen ajo, me një ton të lartë dhe të prerë. Gjesti nis të buzëqesh me ironi dhe tund kokën. Po patjetër, se ti je më e ndershmja këtu brenda, apo jo? Në fakt, ti ke frikë të përballesh me të vërtetën. Nuk guxon të marrësh asnjë vendim që mund të ekspozoj. Unë të paktën e them troç çdo gjë. Vazhdon ai, duke u mbështetur me krah të kryqëzuar. Banorët e tjerë shikojnë debatin me interes, disa duke qeshur nën zë, të tjerë duke vëzhguar reagimet e Gertës, e cila duket gjithnjë e më e irrituar. Mos më detyro ta them çfarë mendoj vërtet për ty, Gjesti. Sepse e di shumë mirë që ti nuk je ai që përpiqesh të tregohesh. Ja kthen ajo me nervozizëm. Tensioni mes tyre vazhdon të rritet, ndërkohë që debati duket se nuk do të mbarojë me kaq.